sulmu kështu kerët ja kanë djeg disa kerë. Ata shokët e vetë, normal, bashkë kriminelt. Por që grupet ndryshme, deri sa edhe vrajtën ma në fund. A ka patur proceset gjyqësore ndaj këtyre ngjarjeve, ndaj këtyre njerëzve, ndaj përgjegjësve të këtyre krimeve makabre, zoti Barani, po flasim nga ajo periudhe për 3-4 shkurt do fjolla. 3-4 shkurt. E kujtojmë procesin gjyqësor ndaj Ivanovićit që nuk pati përfunduar. Kanë qenë 4 të akuzuar, kanë qenë në gjykat, 3 prej tyre kuptohet me avokat janë liruar mungesë të provave, ndërsa Oliveri është dënuar me 9 vjet e burg. Pastaj pas ankesave që ka ushtru ankesa, apeli e ka liruar me mbrojtje në liri. Dhe në qatë kohën so ka qenë, sepse prap ka pas u kthyn në rigjykim lënda e tina. Gjatë qasoj kohë, so ka qenë i mbrojtur në liri, përka se ka pas mu kthy lënda në rigjykim, e vrajtën. E krytën, kështu që met pa u dënu, edhe këta tjerë të lirun. I bie që as kush nuk është dënuar për këtë. Jo, para trash, ja. Si ka mundësi që për gjithë këtë periudhë kohore, po flasim për 4 vite rresht, zoti Barani, vetëm 4 vjet të nxjerrën para drejtësisë dhe askush mos dënohet. Në mungesë janë dënuar edhe 6 të tjerë më herët. Unë kam qenë dëshmitar okular. Janë dënuar. Po, më herët janë dënuar në mungesë. Mungesë. Por a kanë shkuar a janë zënë ata për të vuajtur? Jo. Ata dyshohet që janë? Ratko Antonevici, Dejan Savici, Nenad Pavicevici, Boban Milosavljevici, edhe 2 tjerë, shumë kujtuar momentalisht emrat, këta janë dënuar në mungesë. Një prej dëshmitarëve ka qenë edhe Halit Barani, këtu që është para teje, sepse e ka pësu edhe, po unë e kom qenë dëshmitar okular ku me 27 mars 1999 kanë vrarë 6 shqiptarë, vetëm me 27 ka qenë ditë e shtune, mars 99. Ju keni qenë dëshmitar? I kanë vrarë 6 shqiptarë vetë në lagjen time ku jetojnë. Në lagjen Ilirida. Lagjen Ilirida? Po. 27 mars, 6 shqiptarë. Po në përgjithësi drejtësi nuk ka patur ndaj gjithë këtyre